Mirëmjes, sot është e martë, 13 janar 2015. Sindikata e Zbashkut sot ka paralajmëruar protest për shkak të si pjesë e aktiviteteve të tyre sindikale. Me mua në studio është zoti Rahman Jasharaj, kryetari i Zbashkut. Zoti Jasharaj, çka po ndodh sot? Sot po ndodh vetë në veprim vendimi i Këshillit Drejtues i mbajtur më 10 janar. Ne deri më 10 janar kemi paralajmëruar gjithë institucionet e Kosovës se nëse nuk reflektojnë pozitivisht në realizimin e plot kontratës kolektive të sektorit arsimit, më 10 janar Zbashku do të fillojë me veprime të përshkallëzuara sindikale. Dhe veprimi i parë i përshkallëzuar është mosmbajtja orës së parë të paraditës dhe mosmbajtja orës së parë në ndrimin e pasditet në të gjithë arsimin parauniversitar të Kosovës. Edhe kërkesat e juja të sakta janë? Kërkesat tona që i kemi përsëritur disa herë dhe i dinë edhe çarçet qeveritare janë 2 euro për një ditë pune në emër të shujtës, janë 0,5% për çdo vit shërbimit mësimdhënësve të Kosovës, janë 70% të kompenzimit për biletën për mësimdhënësit udhëtar dhe janë 3 pagat për kolegët tanë që pensionohen. A keni llogarit cili është buxheti i duhur për qeverinë e Kosovës për me mujt me i përmbush këto kërkesat juja? Po. Pra llogaritjet tona flasin mund të ketë në një ndryshim eventualisht vogël, po flasin se për një vit kalendarik qeveria e Kosovës nëse ndan 15 milion për sektorin e arsimit do të plotësoheshin këto 4 pika dhe do t'i kthejë qetësia arsimit parauniversitar në Kosovë. Do të thonë krejt kjo kushton 15 milion. 15 milion dhe nuk duhet të jepen për një herë, po për 10 muaj të vitit. Në rregull. Sa antari ka sindikata juaj? Në sindikatën tonë që janë antarë me që themin me kartele janë 19.500. Ne kemi edhe antarë që nuk janë as në një sindikat, janë që ne i quajmë antarë pasiv, mirë po nga nënshkrimet që janë mbledhur në terren flitet se edhe ata pjesa dërmuese e tyre janë bashkangjitur veprimeve sindikale të Zbashkut. Ora është 11 sot, derisa po e bëjmë këtë intervistë, ora është 11. Do të thonë, hala nuk i kemi informata të kryese prej terrenit çka ka ndodhur, ç'ka ndodhur, na kemi u takuar edhe herë gjatë ditës sot për me biseduar pak cilat janë rezultatet e këtij aktiviteti juaj sindikal. Tregomni, është edhe një sindikat tjetër në Kosovë, ajo ka thonë që nuk e përkrah këtë protestë juaj. Po, të them fatkeqësisht po të ishte edhe një sindikat mbase do ta shtonte volumin e punës dhe konkurrencën, mirë po ajo nuk është sindikat e mirëfillt, ka shumë pak antar, po të ishte ndryshe ne nuk do të na shtoheshin çdo muaj antarët. Ne vetëm në 2 muajt e fundit kemi një shtim për 1700 antarëve. Edhe nuk është sindikat e mirëfillt për shkak se? Për shkak se nuk ka antarësi, por është një grup njerëzish që thirren në sindikalizëm dhe fatkeqësisht në momentet më kyçe. Njëtin sen edhe ata po thonë për juve. Po mund të thonë, po secila media mund të vizitojë zyret tona dhe ne do t'ja ofrojmë gjithë nënshkrimet, po edhe gjithë dokumentacionin që flet për numrin e saktë që ne e prezantojmë. Në anën tjetër, ne kemi biseduar me disa shkolla, me disa mësimdhënës, që për shembull po ja citoj drejtoreshën e shkollës Ismail Qemali në Prishtinë, e cila thotë se shkolla cilën ajo e drejton nuk do të nënshtrohet grevës, pasi që ata nuk janë pjesë e Zbashkut, por janë pjesë e Sindikatës së Arsimit dhe Kulturës së Kosovës. Mund të jetë edhe kjo, po kjo duhet të dëshmohet, unë po them përsëri. Nëse ndodh kështu dhe nëse edhe më e keqe është nëse ata nuk i bashkangjiten veprimeve sindikale, sepse Sindikata e Bashkuar Arsimit Shkencës së Kulturës, edhe kryeministrit, edhe ministrit Hoti, edhe ministrit të Arsimit i ka thënë se ne po angazhohemi për të realizuar këto 4 pika që vlen për të gjithë punësurit në arsim. Ne nuk i kemi ndarë njerëzit nëse janë të ne apo nuk janë, ne luftojmë për të gjithë dhe unë po them vazhdimisht po na shtohen radhët, nga se e kanë parë se ne kemi seriozisht dhe punojmë për të. Në anën tjetër ka zëra që thonë që ka pak politik mbrapa këtyre aktiviteteve sindikale. Po pikërisht. A është sindikata totalisht e pavarur nga politika apo ka kalkulime politike? E vërtetë është se në brenda sindikatës sonë kemi njerëz të cilët mund të aderojnë në parti, mirë po në Zbashk nuk përcjellet kjo dhe nuk lejohet, nga se po të ishim politik ose në shërbim të dikujt, ne nuk do të shkonim me veprime sindikale, po të delnim me deklarata boshe për t'i mashtruar mësimdhënësit. Ne ju kemi thënë mësimdhënësve dhe këtë fjalë do ta mbajmë, ne do të veprojmë deri në greven gjenerale. Në rregull, nëse sindikata tjetër, cilën ju po e quheni që nuk është e mirëfillt, nuk ju ka e kemi edhe Këshillin e Prindërve të Kosovës, i cili po ashtu nuk është pajtuar plotësisht me mënyrën e juaj të protestuarit. Ata kanë thonë që jeni të i penguar nxënësat përmes formës juaj sindikale.
Po unë e kuptoj ndoshta shqetësimet e prindërve, mirë po e kisha bë apel edhe Këshillit prindërve, po edhe kuptoni ndoshta apo e Po kuptoni? e kuptojmë sepse ata kanë frikë se çfarë do të bëhet nëse shkohet në greven gjenerale dhe do të ketë humbje orëve. Mirë po nuk janë fajtorë së bashku. Unë i bëj apel edhe Këshillit prindërve në nivel të Kosovës edhe këshilla në nivele komunale që të reflektojnë dhe të bëjnë presion te qeveria sepse ajo është ajo që mundet brenda ditës ti të i kaloj problemet dhe arsimi të jetë i qetë dhe i mirëfillt në Kosovë. Po thoni mundet, apo i bjen kjo që s'po dënë, se ju jeni taku edhe me kryeministrin, jeni taku edhe me ministrin e arsimit, jeni taku me gjithë, po thoj që me ministrin e financave ju po thoni që munden, po s'po dojnë. Për të bërë korrekt dhe konkret i vetmi që ka treguar angazhime të mirëfillta për të i kaluar situatën. Çka quajmë angazhimet të mirëfillta është? Apo na tregoni sakt çka ju ka thonë kryeministri? Jeni taku me zotin Isa Mustafa, çka ju ka thonë? Me iniciativën e ministrit të financave Hoti jemi takuar bashkë me të edhe me kryeministrin. Ai thotë se i kuptoj kërkesat dhe janë legjitime, mirë po kërkojnë pak kohë dhe hapësirë për të realizuar. Aq më tepër i kemi thënë se arsimi po dhe sindikata tjera. Nëse kryeministri ju ka thonë që i kupton edhe që vjen pak kohë, do të thonë është vetëm çështje kohe, nuk është çështje e vullnetit apo mos vullnetit. Po të ishte çështje kohe, atë kryeministri ka autorizime që t'i vë këto deklaratat e tij në letër dhe ne ta kemi një letër mbështetëse. Atëherë s'po e kuptoj ka kërkesën e ju. Nuk po e kupton, gjithsesi nuk don ta realizoj për momentin sepse unë thash 15 milion për një shtet për hir të arsimit në Kosovë, për hir të qetësisë nuk janë shumë. Po të ishin shumë astronomike, ne nuk do të kryeministri Isa kërkonim. Mustafa nuk don me i përmbush kërkesat e ju. Sipas kësaj që po bëhet deri tani, ai nuk do, edhe po të donte do të kishte angazhime shtesë. A ju ka dhënë kundër përgjigje, ka dhënë kundër ofertë? Jo, nuk ka dhënë asnjë ofertë, përveç që është përmendur fillimisht se ja që po bëhet hapi i parë për të realizuar 0.5 i viteve të shërbimit, mirë po ma vonë deklaratat publike që thonë se ajo marrëveshja kolektive e përgjithshme që ishte nënshkruar në mars mes Thachit dhe Haxhi Arifit, po vihet në pikpyetje dhe me këtë pikpyetje mund të vihet në pikpyetje edhe 0.5. Apo na sqaroni konkretisht, domethënë çka ju ka thonë Isa Mustafa, kryeministri Isa Mustafa në takimin? Kryeministri Isa Mustafa bashkë me ministrin Hoti i kanë deklaruar, po ajo është deklaratë se i kuptojnë kërkesat tona që janë legjitime, por ja që do të bëjnë përpjekje, mirë po ajo ja do të bëjnë përpjekje është në pakufi dhe ne kontratën kur e kemi nënshkruar në prill, në sektorin e arsimit, marrëveshja me qeverinë ka qenë se pikat që nuk kanë implikime buxhetore të fillojnë se realizuri që nga dita e nënshkrimit, ndërsa me marrëveshje e kemi të nënshkruar që pikat me implikime buxhetore të vënë jetë nga janari. Janari është tani. E ndëgjum pjesa e LDK-s e qeverisë e Kosovës, çka ju ka thonë. Po më intereson pjesa e PDK-s e qeverisë Kosovës. Jeni takuar edhe me ministrin e arsimit, zotin Arsim Bajrami, çka ju ka thonë ai? Arsim Bajrami gjithashtu deklaron se kërkesat tona janë legjitime dhe se ai ka filluar angazhimet e para për të gjetur zgjedhje dhe nëse meriton dikush të lavdërohet për një hap spakut që e ka bërë është ministri Bajrami, nga se ministri Bajrami kemi informacione se është takuar edhe me kabinetin qeveritar për të dalë në zgjedhje dhe ai e ka marrë përsipër se do të mos për të realizuar pikën e shujtës. Po kështu për hir të 4 pikave ka thirrë kryetarët e komunave në një takim ku kemi qenë edhe një pjesëmarrës, i ka lutur kryetarët e nivelit pushtetit lokal që ta marrin përsipër spakut pikën e çështjes së udhëtimit. Mirë po në takim ku kemi qenë edhe ne, unë kam kërkuar që ajo pikë mos të mirret nga komunat, po të mirren bashkarisht ata për shujtën, nga se kemi më pak mësimdhënës vullnetar dhe ka mundësi që përmes me një bashkëpunim me takime me pronarët e autobusëve të zgjedhet kjo çështje më lehtë. Në rregull, veç po më intereson ta qartësojmë kur është nënshkruar marrëveshja. Plani ka qenë që këto pika me u implementu prej cilës datë? Prej janarit, që me qenë maj thjesht me shikusit, do më thonë me marrjen e pagës e janarit, mësimdhënësit ta kenë edhe shujtën, ta kenë edhe 0.5-in. Janar 2015. Janar 2015. Në rregull, ora është 11:15 minuta, jemi të bëjë këtë intervistë sot martën me 13 janar, po më intereson, kemi mu taku prapë gjatë ditës ma vonë, me bisedu pak që ka shku dita, çka po pritni ju konkretisht sot? Cilat janë pritet e juja konkret? Ne po presim që qeveria ta vlerësoj real situatën dhe mos të vënë sprovë më tutjes bashkun. Ne po presim që pjesa dërmuese e mësimdhënësve ashtu siç janë zëtuar me nënshkrimet i përgjigjen kësaj greve, mund të ketë aty këtu ndonjë mësimdhënës apo shkollë që nuk i përgjigjet dhe është e drejtë e tij. Aty këtu çka i bën kjo përqindje në numra? Domethënë eventualisht 2-3%, sepse informacionet tona flasin se në komunat e mëdha edhe të vogla ka komunë që është përgjigjur
100% mund të ketë individ që kanë tekat e tyre, por unë jam i sigurt se do ta kaloj 95% e përfshirjes në grevën e sotme. Nëse qeveria nuk reflekton, ne jemi të shtyrë të vazhdojmë me veprime tjera sindikale. 95% pjesëmarrje? Po, më së paku. Më së paku 95% pjesëmarrje të arsimit paraministar. Faleminderit, takohemi sot mësdite zoti Jasharaj, shikues nderuar, do të shtoja se me lejen e së bashku dhe me vendimin e Këshillit Drejtues këtu nuk janë përfshirë qerrllet. Domethënë qerrllet nuk janë në grevë për hir të natyrës së punës dhe që të mos i pengojmë prindrit që janë në punë për t'i dërguar fëmijët e tyre aty. Për shkak se edhe ata janë pjesë e kësaj. Po, edhe qerrllet janë pjesë e së bashku dhe na kanë përkrahur me nënshkrime. Shikues nderuar, ishte ky Roman Jasharaj, shihemi pak më vonë gjatë ditës sot martën. Mirupafshim.